Egli takon Dez Rjetin me vizitën e papritur në Prishtinë. Pas daljes nga Big Brother VIP 4, Egli tako vijon të qëndrojë në vëmendje të publikut, këtë herë me një vizitë të papritur në Prishtinë. Ish-banorja e njohur ka publikuar së fundmi një story në Instagram, ku shfaqet në makinë me mbishkrimin e shkurtër, por intriguese, Era Prishtinë. Egli shihet e vetme, e veshur thjesht, por me një elegancë të natyrshme, duke mbajtur syzet në dorë ndërsa pozon nga sedilja e shoferit. Ajo nuk ka dhënë asnjë detaj për qëllimin e vizitës së saj, duke e lënë publikun të spekulojë. A është ky një udhëtim personal për të takuar Gjestin, apo një vizitë pune për të finalizuar një projekt muzikor të shumë përfolur? Rrjetet sociale janë ndezur menjëherë pas postimit të saj, ku ndjekësit pyesin nëse Era Prishtinë është thjesht një përshkrim momental apo një shenjë që kënga paralajmëruar me Gjestin, me titullin provokues Mos i hy thellë, është tashmë në proces. Pavarësisht mungesës së konfirmimeve, fakti që Egli ndodhet në Kosovë vetëm pak ditë pas intervistës në Portokalli, ku la të nënkuptohet një bashkëpunim i mundshëm, vetëm sa ka rritur pritshmëritë e fansave. A është kjo një rastësi apo fillimi i një kapitulli të ri për Egli Tako në skenën muzikore shqiptare? Një gjë është e sigurt, ajo di si të mbajë vëmendjen, edhe pa thënë shumë.